I duhet të mbërrijë në Korfuz për të pritur vajzën nga Anglia, por ka mbetur në port. Mua më vjen vajza nga Anglia sot. Edhe duhet të paraqitem në orën 12 aty ta marr. Në Korfuz. Po, problemi ndodhet tash këta s'na të ikën tutje. Udhëtarët që zgjedhin portin e Sarandës në drejtim të Korfuzit e kanë të vështirë të mbërrijnë te destinacioni i duhur. Pa u dhënë asnjë shpjegim, ata ballafaqohen me vonesat e tragedeve turistike. Dikush humbet avionin, dikush tjetër kthehet mbrapsht. S'len me u fut në traged, sepse janë në kontradikt dy kompanitë. Problemi shokun e erdhëm këtu për marrë tragedin këtu në Korfuz, që dëm të kapim avionin në krau Matan, edhe këta kanë anulluar, për arsye nuk e di. Disa thonë për apergji, çfarë e thonë këta, nuk e di. Grev, më falë vaj. Edhe shumë problema, ne do të kapim avionin të fluturojmë në qytetet tjera të botës, humbas avionin. Në linjën Sarandë-Korfuz operojnë 3 kompani me 4 anije. Gjatë sezonit shërbimi ofrohet edhe 2 herë në ditë për shkak të fluksit të turistëve në 2 anët e brigjeve. Por operatorët turistik akuzojnë drejtuesit portual të Sarandës për problemet në vonesa dhe shërbimet të nivelit të ulët. The problems general is like they don't like us. Problemi kryesor është se autoritetet nuk na duan. Ata na shkaktojnë vështirësi dhe nuk na lejojnë të punojmë. Na duket sikur vim në një vend pa njohur. Ne nuk na pëlqen kjo. Ne na pëlqejnë njerëzit këtu dhe ne vim për të punuar dhe respektojmë vendin tuaj. Respektojmë ligjet, por këtu çdo njeri ndryshon gjërat. Duket sikur nuk na duan. Por përse? Më vjen keq ta them, por vendi juaj duket si një vend jo në zemër të Europës, por në Afrikë. Një tjetër operator vendas ka ankesa ndaj drejtuesve portual. Arben Qipa, operator turistik që operon në qytetin e Sarandës, jep shembuj të një loje të pistë nga ana e njerëzve që përfaqësojnë shtetin. Një grup ka pritur 1 orë 31 minuta për t'u larguar, gjithmonë me pretekstin e autoriteteve se është e jashtëligjshme. Shumë bukur. E jashtëligjshme nuk ishte patjetër. Por meqense është e jashtëligjshme, atëherë unë shtroj pyetjen, përderisa u largua pas 1 orë gjysmë, mos ndoshta dikush keli ligjin? Drejtoria e portit të Sarandës dhe kapiteneria e këtij porti në mënyrë jo zyrtare kanë krijuar probleme të natyrës të keq interpretimit të ligjit, thot Qipa. Ligji thot, një charter i cili quhet avion, quhet anije, apo edhe autobus në raste të caktuara, me një program caktuar, me një listë caktuar, grupi njerëzish, atëherë këto kompetenca i ka subjekti privat, agjencia turistike, dhe këto duhen respektuar. Dhe për ta mbyllur, jemi ne të cilët duhet të respektojmë çdo ligj, por janë autoritetet të cilat janë të detyruara që ligjin ta përcjellin në gjuhën e ligjit dhe jo në gjuhën e interpretimit. Nuk dihet cili është qëllimi i këtyre pengesave, por nga porti mësohet se autoritetet krijojnë probleme duke favorizuar njërin kompani dhe diskriminuar tjetrën.